largimi im nga puna ka ardhur për shkak publikimit që ty në shpalosjes informatave dhe pranë mjetëve të informimit. Pas 5-6 ditësh mu ka dërgu një formular i vlerësimit të performancës. Mirë po, përpos këtij formulari, edhe pas një muaj tjetër, kam bërri apet një formular, vetëm një më taku në shkallë me kryetarin, një shku ma kish bërë një formular, për vitin 2024. Qa është kuj vlerësim? Kjo ndodhë kënë cilin mujnë? Prill, maj? Tash mujnë e 5. Mujnë e 4 më ka që një formular me 2-13 edhe me 7-5 2025 tjetërin formular për motjen e performancës për vitin 2024. Mirë po, performanca matët është jashtë afatit mujnë e 4 dhe 5, e dyta për 9 vite, 2016 njëm i vlerësum me 4 me 5. 2022 këm ka vlerësu vetëm kur i kum vy unë më largu për i pune. Mirë, 2022 a ardhë që kjo për shkak se dole në media, fole për këto sana? Po, konkretisht kjo ka ardhë, largimi im nga puna ka ardhë për shkak publikimit që ty në shpalosjes informatave dhe pranë mjetëve të informimit. Do më thonë mi ka që 2 vlerësime, një pas një, për një mujdet. Mirë, po ku muj me pasu në performancë të mirë, të vlerësimit, kur mu ka ndalu puna me vendim, tina. Edhe në atë vendim, po këthejnë edhe një vit për para, edhe 2 vite për para. 2022-ën, a ditë që i këmë dërzu këto landë prokurori, janë 11 landë. Kja sharon ka dalë publikut. Qka ke dërzu në prokurori, qa ka qenë roli jëtë në komunë të Fushë Kosovës? Une kum fillu auditimin me të parin 6. Dere sa dësh me dërgu kërkes. Ju keni qenë auditori branshëm i komunës. Hesi auditimin branshëm me një kolege, kam edhe një punëtor, në më thua auditor. Na kena fillu auditimin, na pregaditum disa javë për para, deri në 3 javë për para, për dere të pregaditum dokumentin kërkesin për takim fillestar. Takimi fillestar ka qenë me të parën 6. 2022. Po? Në momentin se kum dërzu kërkesen edhe kum fillu punën, auditimi neve nuk ka ndalë. Dhe më thonë, asë një nga inxinjerët, një intervista tona, vetëm 2 inxinjera në fillim kanë dhohë dhe intervista. Qa keni dash me këshyru? Qa ka qenë? Po me intervista dhe shumë mirë. Cilat kanë qenë projektet që keni dash me audituat? Konkretisht, a jenë projektet ku kena investuna, a jenë funksionale. Salat e sportit dhe fushat e sportit edhe pajisjet sportive. Na kena desht ato, titulli është ashtu. A jenë projektet funksionale të fushat e sportit edhe... Mirë po, i ka ndërpre edhe ka thonë kërkush mos i leni. Do më thonë rreth mujës shtator, edhe pse na ka ndërpre kështu që mo asë një inxhinier nuk na ka dho intervistë që me na tërgu çka ka bo me këtë salë, edhe pse ka mri në atë gjendje. Ky e ka ndërpre. Në shtator më ka linqu. Që ka qenë gjendja e sallave? Gjendja e sallave ka qenë edhe të gjitha sallat kum shkru, nuk kum hi në detaje, se s'kum pas nevoj, se gjendja ka qenë katastrofale. Edhe në televizion kum cek. Qysh mund sallën sërb që e ka ndërtu në 94 me qenë funksionale për qytetarë dhe për nëzonca për çka dhe është ndërtu, e nuk mund sallat tona 2018-2021 janë pagu rreth 880.000 euro, 830.000 zdi që shke, po foli vetëm për këto sallat që janë publiku, se aty janë 12 kontrata, vlera është me madhe. Tash, këto nuk janë funksionale. Edhe vitin e kalum para 5 muajve, kanë qenë në renovim. Sallat e reja kanë qenë në renovim? Sallat e reja në renovim, janë dhodhë 314.000 euro, si pas emisionit kalzo.com gazetarëve që kum po emisionin, apet nuk janë funksionale, po edhe unë kum pas informeu këta, pas kum desh me shku mi vizitu. Këto sallat gjitha kanë piku. Dyshe me e ven me qitë parket, ka qitë laminat, ose ka qitë lastik, ose ka qenë i përshkrimi material sportiv, këta kanë qitë laminat ose lastik. Dyshe me e konkretisht ka qenë si vol deti. Muret e qame,
ngrohja qendrore demolume, rryme demolume, asnjë pajisje sportive, të merr me po, toaletet, unë kum vjell disa herë në shumicën e sallave. Bili në sallën në Lismir, fshatin Lismir, e ki edhe publikimin në Facebook që kanë pas dalë këpurdhat.